mund ta ilustrosh për shembull të fjalëve shqipe për shembull. Duhet të marrim embriomorfemat. Po marrim një fjalë frënge, lupa. Po. Në të gjithë botën gjuhësore është pranuar që lupa është një fjalë që gjuha ka emërtuar një lloj xhami konkav, të cilin kur e vëm mbi një copë letër zmadhon ose zvogëlon shkronjat ose pamjen e një objekti. Lupa është folja lu e gegnishtes edhe pa që është pamje. Do të thot lu pamjen. Do të thot unë s'të kam pa, se dikush që nuk e di mirë gegnishten, pa është e lirë edhe folja lu është e lirë. Pra unë s'të kam pa do ditë, thot ai. Ai tu lu me mu. Pra, që ndos? Gjua të fjala frënge, lupa, që është pranuar si fjalë frënge, emërton funksionin lu pamjen. Pra, edhe pse kjo quhet fjalë frënge, ajo origjinën e ka te gjuha shqipe, sepse frëngjishtja vet nuk mund ta shpjegoj fjalën lupa. Ajo është duke përdorur në fakt materialin gjuhësor të shqipes. Ne kemi në teorinë tonë të embriomorfemave një parim i cili thot etniciteti gjuhësor i një fjale i takon gjuhës në të cilën ajo tregon etimologjin.